Pika e dytë është shqyrtimi i projekt ligjet për shtetësinë e Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar miratimin e projekt ligjit për shtetësinë e Republikës Kosovës, i cili synon modernizimin dhe përmirësimin e kornizës ligjore për rregullimin e çështjeve të shtetësisë, duke rritur efikasitetin, transparencën dhe sigurinë juridike në këto procese, si dhe duke lehtësuar procedurat për qytetarët dhe diasporën në përputhje me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Për të paraqitur në detaje përmbajtjen dhe rrisitë kryesore të këtij projektligji, e ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveqlën, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Siç parashihet në programin legjislativ të vitit 2026, Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar miratimin e ligjit të ri për shtetësinë e Republikës Kosovës. Kjo nismë është një kornizë ligjore e punuar me përpikmëri që synon të rrisë efikasitetin, transparencën dhe sigurinë e proceseve tona të shtetësisë. Në esencë, kjo nismë është një iniciativë strategjike e Qeverisë Republikës Kosovës e krijuar për të adresuar sfidat bashkëkohore dhe për afruar legjislacionin tonë me praktikat më të mira ndërkombëtare. Gjithashtu, përmes këtij projektligji realizojmë premtimin e qeverisë për lehtësimin maksimal të procesit të rikthimit të shtetësisë së Republikës së Kosovës për diasporën tonë që për shkak të kufizimeve në shtetet e tyre ju është dashur të heqin dorë nga shtetësia e Republikës së Kosovës. Për më tepër, ligji për shtetësinë e Kosovës është tani më një kornizë e qartë dhe qasme për qytetarin, duke prezantuar një qasje të shkallëzuar për marrjen e shtetësisë në përputhje me interesat tona kombëtare dhe objektivat e sigurisë. Ky projekt ligj përcakton kriteret të qarta për marrjen, mbajtjen dhe heqjen e shtetësisë, duke përfshirë privimin nga shtetësia, duke ofruar një kuadër gjithëpërfshirës. Andaj, duke marrë në konsiderat rëndësinë e çështjeve që janë subjekt i këtij ligji, ju ftoj që ta votoni. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveqla, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.